ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, atë gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati, që do të thot Allahu është Zoti i qiellit dhe i tokës dhe i gjithë shkaje që gjendet mes tyre. Prandaj ti adhuroje atë dhe tregohu i qëndrueshëm dhe durimtar në ibadetin e tij. Hel ta'lamu lahu samia, a mos di që ka në gjaj shumë e te, lejse kemit lihi shejun, si kurse aj, Allahu nuk është askush, wa huwa as-sami'ul basir, dhe aj është në dëgjuesi dhe shikusi. Duke u nis nga kjo ajet, vëllezër të nderuar, pse besimtari agjeron? Besimtari agjeron për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka urdhëruar. Ai është i bindur se ky agjerim ka ardhur si urdhër i krijuesit të kësaj gjësie. Ka ardhur si urdhër ndaj njeriut i cili jeton në këtë tokë, e të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e la pa qëllim, mirë po i dërgoi i pejgamber dhe i zbriti libër nga qielli. Prandaj besimtari është i bindur në Allahun se ky urdhër dhe ky agjerim ka ardhur për krijuesit të kësaj gjësie, ka ardhur në Kur'an, në ajetin 183 të surës Al-Baqara, ku Allahu thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju besimtar, kutiba alaykumus siyam, agjerimi është bërë obligim, kema kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu siç ka qenë obligim edhe për popujt dhe umetet e kaluara, la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm dhe të jeni të shpëtuar. Pra kjo është prej shajave të besimit të fortë të besimtarit, ku beson bindshëm se urdhëruesi dhe ndaluesi i tij në këtë gjësi dhe në këtë tokë dhe në këtë univers është vetëm një, dhe ai është Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili tha: kulu washrabu, hani dhe pini derisa të dallohet peni i bardhë nga peni i zi, thumma atimu siyama ila lejl, pastaj vazhdoni agjerimin deri në perëndimin e diellit. Pra ky ajet jep urdhër edhe ndalesë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra urdhri është që ty me hangër deri në kohën e syfyrit, apo deri në kohën e hyrjes së sabahit. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ndalën që ti të afrosh ushqimet dhe gjithçka që aprish agjerimin deri në kohën e perëndimit të diellit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ala lahu al-khalqu wal-amr,
Allahut I takon krijimi dhe urdhërimi dhe ndalimi, dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yes'aluhu man fis samawati wal ard." Ata I lutët atina kush është në qej edhe në tokë, pra I lutën me laqet në qej, edhe I lutën besimtarët në tokë për falje dhe rahmet. Dhe gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya eyyuhan nasu dhkuru ni'mat Allahi aleikum." O ju njerëz, kujtoni dhuntin dhe mirësinë e Allahut ndaj jush. Hal min khaliqin ghayrullah. A ka krijues tjetër pas Allahut subhanahu wa ta'ala? Yarzuqukum min as-sama'i wal ard. I cili ju furnizon juve prej qiellit dhe tokës. La ilaha illa hu. S'ka të adhuruar tjetër me merit pos ti. Fa anna tufakun. Prandaj si po ja ktheni shpinën dhe si po largoni prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ky besim dhe kjo bindje e ban besimtarin të jetë I nënshtruar ndaj Allahut, e ban besimtarin të hiqë dorë nga halali prej kohës së syfyrit deri në kohën e iftarit, e ban të përullur dhe të nënshtruar ndaj krijuesit e tij. Dhe përveç kësaj, besimtarin e ban që ai të ndihet I lumtur dhe I gëzuar dhe të ndihet rahat në besimin dhe imanin e tij që e ka në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pasi që besimtari është I bindur kështu në Allahun azza wa jall, ai edhe jeton jetën në Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj I vepron urdhrat që Allahu azza wa jall e urdhëroi dhe ndalohet prej atyre që Allahu subhanahu wa ta'ala ndaloi. Dhe kja e bën besimtarin që të ndihet shpirtnisht I qetë dhe I lumtur në zemrën e tij, dhe ka dallim shumë të madh mes besimtarit dhe të bindurit ndaj atij që është jo besimtar dhe I pambindur ndaj Allahut. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për palën e dytë për ata të cilët nuk ju kanë bindë Allahut dhe nuk I kanë pranuar Islamin dhe nuk ju kanë dorëzuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ka'annama yas'adu fi as-sama." Ata të cilët e mohuan Allahun dhe u treguan të pabindur ndaj Tina, thot atyre ngushtohet gjoksi tyre sikur se mund gjitë në qiell. Pra ashtu që do has të vështirësi personi me ngjit në lartësitë e qiellit, njashtu për ta është shpirti tyre në kaos dhe në luftë dhe në parahati dhe hutim në jetën e kësaj bote, ndërsa shpirti besimtarit në urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe pse hiq dorë prej bukës dhe prej ujit, atëherë ai gjithherë ndin kënaqësinë dhe gjithherë e nin rahatin dhe ndihet I qetë në imanin e tij dhe shpirtin e tij, dhe gjithashtu ai nuk njihet I mërzitur, mirë po I kënaqur me Zotin e tina. Pastaj vëllezër të nderuar, ky Ramazan të ky agjerim që është një shkollë shumë e rëndësishme për besimtarin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, duke na nxitur në moral të mirë dhe në edukat të mirë, thot Allahu: "Khudhil afwa." Pranoje faljen o I dërguari I Allahut o Muhammed dhe secili prej juve besimtarve. "Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Dhe urdhëro për të mirë dhe largoju ignorantëve. "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun." Dhe nëse ty shejtani të nxit në vepra të liga ose të ban vesën në vepra të shëmtuara, atëherë ku duhet më strehu ti? Fasta'idh billah, atëherë strehu tek Allahu dhe lyp ndihmë prej ti dhe kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa as-sami'ul alim. Nga se Allahu është ndëgjuesi dhe Allahu është I gjithdituri dhe Allahu subhanahu wa ta'ala të përgjigjet ty dhe të ndihmon ty dhe të ruan nga ky armik I shëmtuar dhe nga ky armik dashakeq
i cili e ka qëllimin me të qu në xhehenem, dhe e ka qëllimin me të nxjerr prej këtij dini, dhe e ka qëllimin me ta prish agjerimin dhe me të prish veprat të cilat afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Thot me të vërtetë jam dërguar si pejgamber për me i plotësu normat e moralit, për me i plotësu normat e edukatës. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "As-sawmu junna", dhe ta agjerimi është mburoj, فإذا كان يوم صوم أحدكم، dhe kur ndonjëri për jush agjeron, pra në ditët e Ramazanit ose në ditët nafile që agjeron në jetën e kësaj bote, atëherë fela yarfathu, mos të fol fjalë të këqija, mos të fol fjalë të pahishme, wala yafsuq, e as mos të bën veprime të liga, wala yaskhab, dhe as mos të ngrit zërin e tij, pra mos të vërtet, wala yajhal, dhe as mos bën vepra të ignorantëve, wa in sabahu ahadun, dhe nëse dikush e ofendon atë, apo nëse dikush e fyn atë, atëherë çka do të me ka në raporti, si do të me ja kthy atij, atëherë le ti thot inni saim, unë jam agjerueshëm. Kështu në mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto rregulla, në mësën këtë edukat, në mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kufit e edukatës e si duhet të sillet besimtari në jetën e kësaj bote. Këto norma vëllezër të nderuar, ky moral dhe kjo edukat, fatkeqësisht sot ka humbur në mesin e shumë të mëdhejve dhe të veçleve. Sot fjalët e këqija, veprat e liga, veprat e shëmtuara, veprat e ndyta, jenë duke u vepruar haptazi dhe fshehurazi. Prandaj ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po në mëson se besimtari duhet të jetë i qetë, agjeruesi duhet të jetë i qetë, dhe duhet të jetë i vetë përmbajtur, dhe duhet të ketë maturi, nga se ashtu si që ka hiq dorë nga haja dhe pija, duhet të hiq dorë edhe nga fjalët e liga. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur po na thot se ai nuk do të veprojë veprat e liga, pra agjeruesi nuk do të del jashtë kufijve të edukatës së tij. Pra jashtë kufijve të edukatës së tij, qoftë me fjalët apo qoftë me vepra. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot se agjeruesin mos të vërtet, pra mos të ngritë zonin e tij, dhe të jetë model në agjerimin e tij, të jetë shembull në agjerimin e tij. Dhe gjithashtu na mëson ky hadith i pejgamberit alayhis salam se nëse dikush don me ta bëni vepër të ligë, atëherë duhet të tregosh se i agjerueshëm. Jo në atë aspektin që unë nuk moj me të hakmer ty, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala me ka urdhruar mua me agjerim, dhe ky agjerim mua me ndalon nga ajo që të sillem keq une. Dhe ky agjerim mua nuk me qet në pozitën tënde në të cilën ti i sprovuar. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: idfa billati hiya ahsan, të keqen ktheje me të mirë. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nga se mes atij që po të armiqësi dhe urrëtie, zanka dhe konflikt, atëherë mes teje dhe tina ka me u afru një mirësi e madhe. Kështu na mëson Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj agjerimi është një shans dhe mundësi vëllezër të nderuar që me i përsos këto morale, këto virtyte dhe këtë edukat, dhe me u përmisu besimtarin e zemrën e tij, dhe në gjuhën e tij, dhe në sjelljet e tij, dhe në shtëpinë e tij, dhe në rrugën e tij, dhe në shkollën e tij, dhe kudo që është besimtari, mu përmisue në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: ana zaimun bi bejtin fi a'la al-janna, unë do jem shoqëruesi i besimtarit thot në gradat më të larta të xhenetit.
limen hasune khuluqo, për atë i cili përmirësohet morali i tij, përmirësohet edukata e tij dhe përmirësohet sjellja e tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ma min shay'in athqalu fi mizani al-'abdi min husni al-khuluq. Nuk ka diçka që peshohet në peshore më rënd në ditën e gjykimit tek Allahu se sa sjellja mirë. Prandaj e lut Allahun azza wa jall për vetë dhe për juve, për familjen time dhe familjet e juaja, për evlatë e mi dhe evlatë e ju, dhe evlatë e gjithë muslimanëve dhe familjet e gjithë muslimanëve, që Allahu subhanahu wa ta'ala të na bën që të kemi moral të mirë, dhe të na bën që të kemi sjellje të mirë, dhe të kemi edukat të mirë, dhe të na bën Allahu subhanahu wa ta'ala që fjalët tona dhe veprat tona të jenë gjithherë në përputhshmëri me atë që don Allahu dhe është i kënaqur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, kur Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi Shuaibin tek populli i tij, tek populli Medjen, dhe i thirrken e Islam, i thirrken e udhëzim, i thirrken e moral dhe vlera, i thirrken që ta falin namazin dhe të bindën Allahut, i thirrken që të mosin drejt dhe të peshojnë drejt, i thirrken që mos t'i pengojnë njerëzit në rrugë dhe mos t'u marrin pasurinë padrejtisht njerëzve. Atëherë populli i tij e kundërshtuan. Dhe Shuaibi alayhi salam e tha një fjalë: "Wa ma tawfiqi illa billah." Dhe suksesi im nuk varet prej askujt pas prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu, tek ai jam mbështetur, wa alayhi falyatawakkalul mu'minun. Dhe vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. Prandaj unë dhe ti, ose cili prej nesh, do ta kemi parasysh këtë, që suksesi jon varet vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe suksesi jon në këtë muaj, dhe në këtë agjerim, dhe në këtë ibadet, varet vetëm prej krijuesit Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala do të shënë zemrat tona hajr, dhe mirësi, dhe një të mirë dhe sinqeritet, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na jep sukses. Dhe gjithashtu, vëllezër të nderuar, thot Allahu në Kur'an: "Wa man yu'azzim sha'air Allah", dhe kushdo që i madhëron dispozitat e Allahut, e që prej tyre është agjerimi dhe ky muaj i bekuar. Fa innaha min taqwa al-qulub, kjo është prej zemrave të mira, është prej zemrave të devotshme, është prej zemrave të bardha dhe të pastërta. Prandaj ta madhrojmë këtë muaj, duke ju përgjigjë Allahut azza wa jalla me namaz, edhe me moral, edhe me edukat dhe me veprat e mira. Dhe di Allah i dashur musliman, se njerëzit në këtë muaj janë dy kategori: ai i cili do të del fitimtar dhe ai i cili do të del i dështuar dhe i humbur. E lut Allahun azza wa jalla që të jemi nga kategoria e parë, që në këtë muaj të dalim të suksesshëm, të dalim të shkëlqyeshëm, të dalim shembullor, dhe me agjerimin ton ta kënaqim Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe të na shpërblen Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.